Sa shtëpi në vitin e kaluar është gëzu, sa shtëpi në vitin e kaluar është pikëllu, sa njerëz janë gëzu me lindjen e fëmis, sa darsmor janë gëzu me martesën e të rinjve të ti, sa shtëpi janë pikëllu me ndarjen e të dashurve të ti. Pra viti kaluar është viti që me vete i mbështjeli mësimet, ordësit, ndodhit që ndodhen në vitin e kaluar. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Ja pra Allahu Azza wa Jall i rrotullon ditët dhe netët që njerëzit të marrin mësim me rrotullimin dhe kalimin e ditëve. Dhe thotë Allahu Azza wa Jall, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Allahu Azza wa Jall mbështjell ditën me natë dhe natën e mbështjell me ditë. Allahu Azza wa Jall thot, me mbështjelljen dhe kalimin e ditëve dhe netëve, është mësim për ata që dojnë të mësojnë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu nasi yaghdu fa bay'un nafsaha fa mu'tiquha aw mubiquha. Çdo njeriu ngritet në mëngjes, pra çdo njeri nga ne përcjelli vitin e kaluar. Megjithatë njerëz janë dy lloj, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa arritën që ta shpëtojnë veten e tyre nga zjarri i xhenemit, e disa u zhitën në zjarrin e xhenemit, disa e lirun veten e tyre nga dënimi i Allahut, e të qertë janë të cilët e hidhëruan Allahun Azza wa Jall. Pra lejo të ndërshëm, nuk është normale që njeriu të gëzohet vetëm me kalimin e ditëve dhe netëve, apo me ardhjen e vitit të ri, nga se kalimi i ditëve dhe netëve nuk është diçka tjetër siç thot Ali ibn Abi Talib, vetëm se ta afron tek varri. Thot Ali ibn Abi Talib, dine o ju vëllezër, se ahireti po vjen dhe dunjaja po shkon, dhe çdo njëna prej tyre ka fëmijë. Banu fëmijët e ahiretit, e mos u bani fëmijët e dunjas, nga se ahireti është për blim pa vepër pa punë, ndërsa dunjaja është punë pa vepër. Pra dhe thot një poet, inna lanafrahu bil ayami naqtawha wa kullu yawmin madha yudna min al ajali. Ne vërtet ndoshta donjëherë po gëzohemi me kalimin e ditëve dhe netëve, nëse nuk e nëse në vak vërejmë, e ndalim edhe mendojmë se kalimi çdo natës dhe ditës është që ta afron e gjelin. Fa amel li nafsika qabla al-mauti mujtahidan. Pra vepro para se të vjen vdekja me orvaqe dhe përpjekje. Fa innama ar-rubhu wal khusranu fil amali. Nga se fitimi apo humbja është që bazohet në veprën dhe lodhjen tone. Pra lejo të ndërshëm, ne jemi ata që manifestojmë dhe festojmë vitin e ri në formën siç e na kanë mësuar të parë tonë, duke llogarit vetën tonë, duke kontrollu vitin e kaluar. Vallë çka vepruam ne për Allahun Azza wa Jall, çka vepruam ne që të gëzohemi me ardhjen e vitit të ri, apo ne jemi ata që i kaluam vetëm netët dhe ditët në vitin e kaluar, dhe Allahu Azza wa Jall u hidhëru me ne. Transmetohet nga Hasan al-Basriu, i cili një natë prej natëve qajti fort, derisa zoni i të qajturit të Hasan al-Basriun e shqetësoi dhe ftinjët e tij. Në mëngjes erdhën komshit e tij dhe e pyetën Hasan al-Basriun për çka qajti atë shumë. Tha Hasan al-Basriu, tha llogarita vetën time, kontrollova vetën time dhe thash, ndoshta Allahu Azza wa Jall ma ka shiquan dhe është i dhëru me mu. Ndoshta Allahu Azza wa Jall është i dhëru me mu dhe ka thonë vepro çka të duash, nga se veprat e tua nuk janë të pranuar te unë. Selefët ishin ata që vepronin u lodhshin, ora skapitshin e pastaj qajshin, ndërsa ne jemi ata të cilët as që lodhemi, as që veprojmë e as që qajmë, mirë po dëfromi. Pra lejo të ndërshëm, valë mos jemi nga ata
që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk i bashkon di frika dhe di shpresa tek një njeri. Ai që i frigat Allahut në dunja, do të shpreson në ahiret. Ai që shpreson dhe nuk e ka dert në dunja, do të frigat në ahiret. Pra lejo të ndërshëm, zgjatja e jetës në vete nuk është, zgjatja e jetës në vete nuk është dobi apo në favor tonin. Dhe gjë që ka thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, thot Allahu Azza wa Jall, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Mos mendojnë ata që cilët i banën kufër Allahut Azza wa Jall, se zgjatja e jetës së tyre është në dobi të tyre. Pra zgjatja e jetës në vete nuk është dobi që ne të gëzohemi me ardhjen e vitit të ri, pasi që me jeshim më moshën 50 vjeçare, e pastaj ne zgjatëm dhe i banëm 51 vjet. Si apo nëse jemi në moshën 70 vjeçare dhe po vinë vitet dhe ne po zgjatët jeta jonë. Faktikisht jeta apo zgjatja e jetës nuk është në dobi të njeriut në vetmi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri nga ju është ai i cili e i zgjatët jeta me vepra të mira. Më i keqi nga ju është ai i cili i zgjatët jeta me vepra të liga. Për atë Allahu Azza wa Jall thot në Kurani Kerim, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Mos mendojnë ata që ne ja zgjatëm jetën atyre dhe kjo është në favor të tyre. Allahu Azza wa Jall thot, إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Ne ja zgjatëmi jetën atyre që të zhitën në mëkate, që të ndotin edhe më tepër vetën e tyre. E pastaj Allahu Azza wa Jall thot, innema thot liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin. Nga se ata i pret një dënim i dhëmshëm, një dënim i poshtër. Thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, afara'ayta in matta'nahum sinin. Çka mendon nëse ne ja zgjatëmi jetën disa vite, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Pastaj vjen rasti dhe ndodhia, pastaj vjen premtimi Allahut Azza wa Jall, pastaj e godet vdekja me mbarimin e jetës së tij. Thot Allahu Azza wa Jall, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Le të na tregojnë neve çfarë dobi patën ata që u gëzuan o dëfëruan gjatë viteve të tyre, kurse me dëfrimin e tyre e i dhëruan Allahun Azza wa Jall. Pra lejo të ndërshëm, jeta, zgjatja e jetës në vete nuk është dëfrim, nuk është në dobi të njeriut, nëse zgjatja e jetës është e zhitur me mëkate dhe gjunaje. Para të thot një poet arab, ishma bada leke salimen fi dhilli shahiqatil qusuri. Jeto sa të duash i dëfruar në pallatet të larta, jusa alejke bima shtehejte lëdër rëwahi wal bukuri. Të shërbejnë dhe të bojnë ismet, të dëfrojnë në mëngjes dhe mramje, fejda në fosu të kahkat, fi dajkaj hashraqët i sudori. Mirë po këtë vjene momenti i daljes e shpirtit dhe për mledhët dhe grumbullohet dhe mledhët shpirti në gjoksin tanë. Fauna ke ta'lemu mukinan ma kunte illa fi ghururi. Atë ditë ke mu binë se ortet ti ke qenë i mashtruar. Pra lejo të ndërshëm, për atë partë tonë e pritëshin vitin e ri, me llogarit që si që pret një tregtar i suksesshëm në këtë dunja. Në fund të vitit, asha i cili regjistron përfitimin dhe humbjen, i përmison i lëshimet e tij, dhe është ai i cili dëshiron të jetë i suksesshëm në biznisin dhe tregtinë e tij. Besimtari e pret vitin e ri, duke llogarit vetën e tij, si kaluan atë ditë që i kaluam, si i përjetuam netët që kaluan, do të kalojnë dhe vitet e ardhshme, do të kalojnë dhe ditët e ardhshme, sikur që viti i ri
e flet një fjalë dhe thot: "Ana ya ibn Adam, ana amun jadid", o biri Ademit, unë jam një vit i ri për ty, wala amil amalaka shahid, dhe jam për veprat e tuaj dëshmitar. Shvitëzom nga se nëse kaloj nuk thebën mon ditën e gjikimit. Cili ka mundësi të në këthen vitin 2015, cili ka mundësi të i rikëthen vitet e kaluara, pra netët dhe ditët janë të tilla që kalojnë dhe nuk kthehen asnjëherë në jetën tonë. Thot Hasan al-Basrio, një ditë nëse kalon, mbaron dhe një pjesë e jote, me kalimin e ditë dhe netë, përfundon dhe jeta jonë, dhe takohesh me Allahun Azza wa Jall. Çfarë kanë për t'i thonë ata, që natën e kaluar e i dhruan Allahun Azza wa Jall, në natën e kaluar e zbukuruan natën e kaluar më tepër, se meriton të zbukurohet një fest fetare, fest islame. Ju bashkan gjitëm të qerve në festat e tyre, e i dhruam Allahun Azza wa Jall, e i dhruam Allahun Azza wa Jall, e akuzuam dhe ofenduam Allahun Azza wa Jall, nga se kremtimi dhe festa e vitit të ri, është ofendim dhe akuz ndaj Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall e zbriti një sure në Kur'ani Kerim dhe konsideroi këtë sure me peshë e Allahu se një tretë e Kur'anit. Transmeton Aisha radiallahu anha, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili nga ju ka mundësin këto qaste të bën hat me Kur'ani Kerimin, than ja Rasulallah, si ka mundësi që njeriu për disa qaste të përmbill dhe të bën hat me Kur'ani Kerimin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk e dini se me leximin e suratul Ikhlas 3 herë e ka vlerë dhe peshë në shpërblim të Allahu Azza wa Jall, si kur të lexosh të gjithë Kur'ani Kerimin. Ajo sura është sura e ditur tek çdo muslimanët, sura e cila memorizohet në tek mendja e shumë muslimanë, mirë po sura që më pak praktikohet në jetën e përditshme. Aja sura Qul huwallahu ahad, thuaj që Allahu Azza wa Jall është i vetmi pashoq, Allahu Samad, të gjithë janë të nevojshëm për Allah, i vetmi Allah s'ka nevoj për askend, lem jelid, o lem jolet, o ti që kremtove vitin e ri. Allahu Azza wa Jall të drejtohet dhe të thot, Allahu lem jelid, o lem jolet, kja zot që nuk ka nevoj për askend, për ata, nuk është as i lindur, e as nuk ka lind as kush prej ati. Lem jelid, o lem jolet, nuk ka lind Allahu Azza wa Jall, ndërsa ata që e kremtojnë dhe kremtuan vitin e ri, i thanë Allahu Azza wa Jall, je i lindur dhe nga ti ka lind gjali biri jot. Pra Allahu të ndërshëm e rënuan surën më të madhe në Kur'ani Kerim, e rënuan besimin e tyre që Allahu Azza wa Jall ja dëshmuan shahadetin dhe i thanë la ilaha illallah, është i vetmi Allahu që meriton adhurimin. Pra Allahu të ndërshëm, përcjellja e modeleve të qera të ban të shoqërohesh me to në xhenem. Pra të Allahu Azza wa Jall tha, walam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu Azza wa Jall nuk i përngjason asnjë sen. Yazid ar-Raqashi, gjastat momentin e fundit çante, e pyetën Yazidin dhe i than, ja Yazid se po çan? Tha po qaj për netët dhe ditët që kaluan, po qaj për vitin që kaloj pra nesh. Dhe ju drejtu Jeziti vetës e ti dhe i tha, ja Jezit, kush do të qëroje për ti e pas vdekjes? Ja Jezit, kush do të madharoje Allahun për ti pas vdekjes tonë? Ja Jezit, kush do të boje namaz natë për ti? Kaluan ditët, kaluan netët, o tregove neglizhen ndaj netëve ditët që kaluan. Pastaj vjen vetiri dhe gëzohesh. Vallë përse gëzohesh? Gëzohesh për shkak se i tretë dhe i arqove i ditët dhe vitet e tua, e Allahun Azza wa Jall i dherove. Apo gëzohesh
për çka se Allahun Azza wa Jall e madhërove, dhe Allah ta mundsoj që të falemndrosh atë. E nëse Allah ta mundsoj që të adhurosh Allah, të falemndrosh Allah, të shpresh mirënjohje ndaj Allah, a në këtë formë Allahu Azza wa Jall madhërohet? A në këtë formë Allahu Azza wa Jall falemnderohet? A me harame Allahu Azza wa Jall falemnderohet dhe madhërohet? A rove se shumë kolegë dhe moshatar tu undajtë dhe s'mundën të arrin të presin vitin e ri? A pse Allahu Azza wa Jall të zgjati jetën, të dalloj? A pse Allahu Azza wa Jall të veçoj? Allahun Azza wa Jall e i dherove? Pra leo të ndërshëm, ne jemi ata që e mirë presim vitin e ri, doke llogarit vetën tonë, dhe se thot Ibn Qayyim, forma dhe manira e llogaritjes është dy lloj. Para se të veprosh veprën të kontrollosh, këtë vepër që do të bëjsh, e ban për Allahun Azza wa Jall. Këto dy vepër që ke planifiku të bësh, Allahu Azza wa Jall është i pajtuar apo i dhëruar? E donë Allahu Azza wa Jall apo Allahu e urren? Para se të veprojmë një vepër, besimtari e llogarit vetën e tij, e kontrollon gjuhën e tij, e frenon gjuhën e tij dhe nuk flet. Para se të kontrollon atë që do të them, atë që planifikoj të flas, Allahun Azza wa Jall e i dhëron, apo Allahun Azza wa Jall e pajton? Para se të përvelem të veproj një vepër, Allahu e don dhe e pëlqen, apo Allahu Azza wa Jall e urren? Para të pyetën njëri prej seleve, ishte në frimarjet e fundit, duke vdek dhe i thanë, cila vepra që shpreson më tepër që të shpëtojë në ahiret? Tha, vepra e cila është më madhore tek zemra ime që shpresoj të më shpëton ditën e kiametit, është roja ime 20 vit. 40 vite kam qenë rojtari zemrës time, çdo sen që ka në zemrën time që s'ka qenë për Allah, se kam lënë që të depërton në zemrën time, e çdo sen që ka qenë për Allah, ja kam hap dirë dhe e kam ruajtën në zemrën time. Kjo në vepra më madhore të kënjëri, që veprat, shprehjet, lëvizjet, frimarjet e ti kanë qenë për Allahun Azza wa Jall. Kam qenë rojtar të zemra im, çdo sen që ka qenë për Allah, ka qenë e mirë se ardhur. Çdo sen që s'ka qenë për Allah, ka qenë e ndaluar, e prangosur, zemra ime që të depërton në ta. Kjo në llogaria para se të veproj veprën, e pas veprimit të veprës, si thot Ibn Qayyim, ban llogarin njeriu në 3 forma. Forma e parë, kontrollon obligimet farzet si ka kri, a i ka përsos ato apo jo, namazin e ti si e ka bon, agjerimin e ti si e ka kri, obligimet e Allahut si i ka qu, a i ka qu në vend si duhet, apo ka qenë i mangët në adhurimet e tyre. A nuk thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se hajni dhe ajduti më i madh, ai është që vjedh në namaz? Tha një Rasul Allah që vjedh në namaz, tha kur të bjerë në ruku dhe sejdë nuk e qetësohet në to, vjedh pjesë të namazit, vjedh kohën e namazit, e vjedh kohën e Allahut Azza wa Jall, kja hajni më i madh. E kemi kontrollu namazin ton, sa kemi qenë të koncentrum në ta, sa pjesë të namazit ja kemi vjedh Allahut, po sa kohë të namazit fares janë kri, sa kohë të Allahut janë shti në gjepin ton, kurse në kohën e namazit, është Allah që i lavdron ata burra dhe i thot, rijalun, la tulhihim tijaratun, wala bejun an dhikrillahi wa iqami salah. Janë burra që meritojnë të lavdrohen, janë burra që meritojnë të përmendën, ata të cilët tregtia e tyre, biznisi e tyre, puna e tyre, nuk i shmang ndaj të përmendurit të Allahut, e në veçantin ndaj namazit. Leo të ndërshëm, gjithashtu ne kontrollojmë vetën tonë, me kalimin e vitit, me kalimin e ditët në të,
sa haram e Allahut azza wa jall ja kemi ba, sa gjuna e Allahut azza wa jall ja kemi ba. Kishte Taube ibn Samme, i cili i bani 60 vite. Do gjoni lezër, 60 vite i kaloi o moshu Taubet ibn Samme. Tha mi logaritni këto vite sa dit bojnë. Ja logaritën dhe i dolen 21.500 dit, 60 vit. 21.500 vit. Për 21.500 dit. Tha Taube, a mjeriton, nëse Allahut çdo dit vetëm ka një gjuna ja kam bo, para Allahut do dal me 21.500 gjuna. E çka të flasmi para ta që me 10, 300 dhe 1000 gjunaj në dit. 21.500 gjunaj. Ton para Allahut azza wa jall me dal. Nëse Allahut azza wa jall në dit, vetëm një gjunaj ja kemi ba. E njani prej neve thot, kaloi viti vetër, erdhen në vitin e ri, kaluan 360 disa dit. A ke logarit në natën e vitit ri, sa gjunaje ja ke bo Allahu tanë, sa me lekun e kraut të majt e ke lodh dhe ke raskapit, e sa me lekun e kraut gjallë e ke bo që mos të punon fare në të me ty. Kaluan vitët, kaluan ditët, sa je afru drejt Allahut azza wa jall, e sa je larguan prej zjarri xhenemit apo e kundërta. Thot Ibn Taymija, lejset il ibratu binaqsil bidayat, walakin il ibratu bikemalin nahayat. Mësara, se tek Allahu nuk shiqohet mangësit e fillimit, tek Allahu azza wa jall shiqohen, tek Allahu azza wa jall shiqohen plotësimi përfundimit. Innamal a'mal bil khawatim, veprat tek Allahu janë në llogari sipas përfundimit. Tek Allahu azza wa jall shiqohen përfundimet. Si do qëtë përfundimi jotë? Para të thot Ibn Qayyimi, dije se humbja e kohës është ma e rrezikshme se vdekja. Humbja e kohës është ma të rëndit se vdekja. Nga se thot Ibn Qayyimi, humbja e kohës të shkëput mes teje dhe Allahut dhe ahiretit, ndërsa vdekja të shkëput vetëm mes teje dhe dunjos dhe familjar. Humbja e kohës, a që të shkaput lidhjet mes teje dhe Allahut, mes teje dhe ditës së gjykimit, ndërsa vdekja të ndanë vetëm me familjen dhe dunjan. Para që Shaqiq al-Bakhli thonte, shenja e Taubës dhe pendimit është të qajsh për ditët që kanë kalu, e jo të manifestosh dhe të gëzohesh për ditët që kaluan. Shenja e Taubës, shenja e përmisimit është të dëshpërosh për ditët të cilët kanë kalu, e jo të gëzohesh për ditët që kanë kalu, dhe të frikësh për ditët që vijojnë dhe që vinë, dhe thot, shenja e Taubës të njeriut të i braktis shoqnin e keqe dhe të shoqlon njerëz e mirë. Pra ata se në Basri o thot, ka mundësi që një njeri e vepron një vepër, e vepron një gjuna, mirë po, e ka dërohen e këti gjunaj deri sa të vdes, e të bëhet banori xhennetit. Ka mundësi njeri të bën një vepër të mirë, krenohet me veprën e mirë, thot deri sa të vdese, e të bëhet banori xhenemit. Pra Allahu të ndërshëm, besimtarët e presin vitin e ri, me keq ardhje të ditëve që e kemi dhëru Allah. E presin vitin e ri, me pishmanllëk dhe tobe dhe istikfar. Ne e përcjellshmi muajin e Ramazanit me istikfar. Ne e përcjellmi namazin me istikfar. E si ta përcjellmi vitin e kaluar. Vitin e kaluar ta përcjellmi me mëkate dhe gjuna.
apo ta përcelmi me pishmallëke, istighfar dhe tobe, që mos të jetë viti arshëm si kur viti kaluar. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na i fal mëkatet, që lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na shpëton dhe mos na zën për të madhe, për atë që ja bojnë me një lehtit, Allahut Azza wa Jall e i dhurojnë atë, mos ta zbret i dhurimin e tij, që të na godit edhe neve, dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na fal mëkatet që i dim dhe që nuk i dim, dhe të na mbroje për ditët që në vijim që vinë, që Allahun Azza wa Jall mos ta i dhurojmë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Vëllezër të ndershëm, s'ka dyshim se besimtari është ai i cili kujdeset për gjuhën e tij, kujdeset për shiqimin e tij, kujdeset për ndëgjimin e tij, kujdeset për dorën e tij, kujdeset për lëvizjet e tij, kujdeset për veprat e tij, për atë dhe llogaritë e vetën e tij, para se del para Allahut Azza wa Jall dhe Allahut ta llogarit. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. O ju që keni besu, keni frikë Allahun, dhe të letë shiqon çdo njeri nga ju çka ka përgatit për ditën e vetmis, ditën e daljes para Allahut Azza wa Jall. Dhe thot Omer ibn Khattab: llogarit në vetën tuaj para se të Allahut jo llogarit. Veproni vepra para se të Allahu Azza wa Jall që është për bleje. Pra ne duhem që të llogaritmi vetën tonë. Dhe si thot Katade, nuk lëviz asnjëri në ditën e gjykimit derisa ti përgjigjet Allahut Azza wa Jall për dy pyetje. Do t'i shfaqen di regjistre çdo njeriut. E para regjistre për kan e ke bon, e dyta regjistre si e ke bon. Do të pitë më për çdo sen pse e ke bon, për kan e ke bon për Allahun tan apo për epshin tan. Do të pitë më për sinqeritetin ton. Dhe si thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: li yas'al as-sadiqina an sidqihim. Do të pyeten njerëz e sinqert për sinqeritetin e tyre. Dhe thot Katade, nëse të sinqert pyeten ditën e gjykimit për sinqeritetin e tyre, çka vlen për ata që nuk janë të sinqert për Allahun? Do të pyet më për sinqeritetin ton, do të pyet më për çdo vepër si e kemi bën. A kemi bën në modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo e kemi bën në modelin e të qerve, apo në modelin e para arsëve tonë që në kanë lënë? Do të pyet më për çdo sen që e kemi bën, për kan e kemi bën. Do të pyet më gjithashtu pse e kemi bën. Pra vepra nuk pranohet te Allahu derisa të përgjigjet njeriu për këto dy pyetje, për kënë e ke bën dhe si e ke bën. Nuk mjafton të bëhet vetëm për Allahun, nëse nuk është modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë pejgamberi Allahut e lexonte suratul Hakumut Takathur, që do të thotë vërtet ju ka manit juve shumë fishimi pasurisë, rritja e pozitës, shumë fishimi pasarsve. Megjithatë thot Allahu në fund të kësaj sure: thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Kemi me dhon llogari për Allahut, për mirësitë që i keni përjetu. Dhe thot Imam Tabariu, që transmeton nga Katade, thot dhe ai që ka fitu mallin halal dhe ka harxhuar halal, do të pyeten ditën e gjykimit sa ka qenë mirënjohës falënderues ndaj Allahut Azza wa Jall. Ndërsa ai që ka fitu me haram dhe ka harxhuar në haram, do të pyeten ditën e gjykimit gjithashtu se si e ka fitu dhe ku e ka harxhuar. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Do të pyetmi vëllezër të ndershëm për çdo sen që e kanë përjetuar në vitet e kaluar. Do të pyetmë për Allahut Azza wa Jall për ditët të cilat kanë kalu. 365 ditë kaluan pranë nesh. 8.000 orë kaluan në këto 8.000 orë. 6 milion minuta vëllezër të ndershëm. Sa ishin për Allah, sa ishin për epshin ton, sa ishin për dunjan ton, sa ishin për këtë dunja kalimtare,
e sa minuta dhe orë i kaluam për Allahun Azza wa Jall. Do të pitë më për Allahut Azza wa Jall. Për 500 minuta që kaluan, do të pitë më për Allahut Azza wa Jall, për 40 milion rahje të zemrës tonë. Sa kemi qenë minjos në Allahut, 40 milion rahje të zemrës pa pushu. Sa kemi shpenzu për ato. Çka mendon vëllezër të ndershëm, vetëm një çast nëse çrregullohet rahjet e zemrës, nëse rajnë më tepër apo më ngadalë, sa do të jetë i çrregulluar njeriu, 40 milion pa shpenzim, pa kompenzim. Megjithatë, 14 milion rahje të zemrës në për Allahut Azza wa Jall, do të ndrojmë, do të japim llogari. Këto 40 milion rahje të zemrës, a ishin minjose ndaj Allahut, apo ishin përbuzshë të nimetave dhe begative të Allahut? 11 milion frimarje, që ne i thithëm oksigjen, edhe i liruam helm nga trupi jonë, sa shpenzuam në ta, sa pagujtëm në ta. Këto frimarje që i morëm dhurat prej onës Allahut, sa ishin për Allah, sa e shoqëruan këto frimarje në të përmendur të Allahut, sa i shoqëruan këto frimarje ofindime, sharje, përbuzje, fjalë të liga, e shoqëruan këto frimarje. Lejo të ndërshëm, do t'japmi llogari për Allahut Azza wa Jall. Për gjithë toni ushqim që e ngranëm, edhe lukthi punoj, nuk e pitëm asnjëherë, a je i lodhur, a të hajmë këtë koha mos të hajmë, sa herë që dëshiruam të ngram, e ngranëm, nuk e pitëm lukthin se është në gjendje që të thret ajo. Megjithatë, Allahu na i nënshtroi lukthin, o tret ushqimi, o dëfruam gjithtoni së paku ushqime treti gjatë vitit. Na tregonim sa shpenzuam dhe sa ne falëndruam Allahun Azza wa Jall për këtë begati. Nëse çrregullohet lukthi, a ka mjek që mund të rregullon? Nëse çrregullon frimarjet, a ka kush që të furnizon? Nëse çrregullohet zemra, a ka mundësi dikush të rregullon? Sa kemi garancë që dhe vitin e ardhshëm këto do të funksionojnë si funksionuan në vitin e kaluar, cili na garanton se rahjet e zemrës do të jenë në rregull dhe vitin e ardhshëm, cili na siguron çfarë garancë kemi ne që u dëfruam, që i dhruam Allahun, që manifestuam dhe u gëzuam. Sa kemi garancë që frimarjet gjatë vitit të ardhshëm do të jenë të sigurta siç kanë qenë në vitin e kaluar. Lejo të ndershëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çdo ditë që dielli ju nxe, për çdo ditë dielli që ju nxe, keni borxh se Allah, keni borxh sadaka ndaj Allahut. 360 sadaka në ditë, për çdo nije të trupit që e lëviz gjatë ditës, për çdo ditë ja kemi Allahut Azza wa Jall. 360 sadakaja, 360 ditë, këto bojnë 1.300.000 sadakaja. Aja kemi la Allahut? Aja kemi la këtë borxh Allahut? O ti që lëviz, o ti që me sukses e ke kalu vitin e kaluar, o ti që pa mund ke lëviz, je dëfru, je shatit, ke vepru, ke punu, Allahut Azza wa Jall borxhin e ke la. Pra ata vlen që në vund të vitit ne të dëfromi, të shfrenomi, apo vlen që ne kokën ton të përulmi me turpan Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall të tha pejgamberi Allahut, istahju min Allah haqqal haya, keni turp ndaj Allahut, si që meriton Allahu Azza wa Jall të provohet. Të pranishmit thënë ja Rasulullah, wallahi turpromi nga Allahu, tha men istahja min Allah haqqal haya falyahdhadhi ar-rasa wa ma wa. Kush e ka turp Allahun, tha le ta kontrollon kokën dhe çka kanë ta, le ta kontrollon kokën dhe çka përmban koka jote, kontrolloj sinin tën, kontrolloj veshin tën çka po ndëgjon, kuj po ja mundson që të ndëgjon në veshin jot atë që i dhurën Allahun tën, shiqoj sinin tën çka po shiqon, kontrolloj gjuhën tonë çka po flet, wal yahfazil batna wa ma hama, dhe le ta kujdeset për barkun e tij dhe çka po shtin ta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal yahfazil batna wa ma hama wal yadhkuril mauta wal bilah, dhe le ta kujton
vdekjen dhe tretjen dhe kalbjen e trupit. Le ta kujton ditën e ndringjalljes për Allah. Men fale dhalik faqad istahya min Allah haqq al-haya. Kush e ban kët, ju ka turpru Allahut azza wa jall siç duhet. Ka dhe ditët që kaluan, a nuk ishin dhurat e Allahut. Llogaritne kohën që e kaluam, sa i kemi harxhu për Allah, sa i kemi harxhu për të mësuar dinin e Allahut, sa qaste dhe orë në kanë kalu në për kafe dhe kafiqa, sa në vende që kemi dhru Allahu në sogjel, energjin që Allahu në i dhuroj, sa është harxhu për Allah, sa është harxhu për davetin dinin Allahut, sa është harxhu energjia jonë për të i dhru Allahut, për të qenu nderin u dhavit tënë, për të më kombën dinin e Allahut, pra do t'japë mi llogari për në Allahut azza wa jall dhe për pasurin që e firfituam gjatë vitit. Pra kaluan vitet, shumë dollal dhe euro hinë në gjepin tonë, do të llogarit mi ditën e gjikimit nga i fituam dhe ku i harxhuam, sa pjesë e pasurisë tonë që ini në arkën tonë u harxhuan për Allahun, e sa për harame, për duhan, për haram, për hidrim të Allahut azza wa jall, sa për epshin ton dhe barkun ton, sa për stolisjen dhe luksuzin ton, sa për dinin Allahut azza wa jall. Për ata thanë të parton, nëse asni me një vend që ka fukara, dini se të pasurit janë që e grabitin pasurin e të varfërve, nuk e japin zeqatin, sa të varfër në kohën, sa të sëmur kanë nevoj, val, a jemi ne ata që në pjesë të pasuris tonë, që në i dhuroj Allahu azza wa jall, e shpenzuam dhe harxhuam për dinin e Allahut azza wa jall, e harxhuam për bredhin, e harxhuam për babadimrin, e harxhuam për paketet e manipulimit krishterizmit, e harxhuam për dëfrimin e familjarve, grave dhe famive tonë, për zbukurimin e shtëpive tona, për luksuzin e papar, sa ne e harxhuam pasurin tonë në izmet të dinit Allahut azza wa jall. Pra të ledhë të ndërshëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pit Aishën, pasi që e theri në kurban, e Aisha radiallahu anha e shpërndajti kurbanin, e shpërndajti mishin për pos një shpatulle, nga se pejgamberi Allahut e ke donte që të hanë shpatullën, e piti Aishën dhe i tha, ja Aishe, çka ngeli prej kurbanit? Tha, ja Rasulullah, e shpërndajta të gjithë për pos një shpatull. Tha pejgamberi Allahut, pas ka met krejt për pos një shpatulle. Pa tha pejgamberi Allahut, ja kul ibn Adem, mali, mali, mali. Thot biri Ademit, pasuria ime, kapitali jem, të arriturat e mia, kapitali, pasuria ime. Tha, oj, shkret, nuk e prej pasuris tone, vetëm atë që e ke ngron dhe e ke hedh, atë që e ke vesh dhe e ke harxhu, e atë që e ke dhon e ke lon, e sa kemi dhon për ta lon, sa ne kemi shpenzu për ta dhon. Pa atë Allah thot, thumme le tus'elunne yawma idhin anin naim, keni më pyetën ditën e gjikimit për këto të mira që Allah ja ka dhon. Sa ne ja kemi dhon hakin sinit ton, sa kemi lexu Kur'an, sa ja kemi dhon hakin veshin ton, kemi ndëgju dinin e Allahut, kemi ndëgju librin e Allahut, sa ke gjuhë ja ka dhon Allahut hakun, që është përmen Allahut, pejgamberi Allahut, në ditë i bën të Allahut astaghfirullah, ma shumë se 100 herë, i falur, i liruar nga mëkatet, ai që Allahut nuk i bën të mëkat, ai që kish mishde nga në Allahut që Allah e ka fal, ka 100 herë në ditë të thonë të astaghfirullah. Sa në vitin e kaluar, 365 ditë e kaluan, sa e përmenëm Allahun, sa i respektuam prindrit, sa u lutëm për të varfërit, sa u lutëm për vëllezërit, ne që ulem në sofrat tona të stërmbushura, me lloj-lloj artikull, a në shkoj mendja se ka njerëz të cilët s'kan kafshatën e bukës, dhe na ti thëjmë Allahut se paku, elhamdulillah, ne që u dofruam e fëmijët ton, a nuk e atruam jetimat, a nuk e atruam gratë e veja,
A nuk e athëruam të sprovuarit, ne që Allah në gëzoj me shëndet? A nuk në kujtuan të sprovuarit, të sëmuarit, që ka bënëm për ato? A ja bënëm një luqe atyre, që të venë vitiri dhe në të gëzomu, thojmë elhamdulillah, kaloj viti, falemderum Allahun, ishim mirënjohës ndaj Allahut, ja dhe më hakun çdo kujt, o Zot në bën nga ata, të cilët e vazhdojmë këtë mirësi, apo të jemi nga ata që jemi pishman se i kaluam ditët dhe netët, i arruam të gjithë, e arruam shtëpinë e Allahut, qajtën xhamit nga muslimanët, të cilët i thërat pesër në dite, hayya ala salah, hayya ala falah, sa ju përgjigje muezinit, 1800 namaze, farze, kaluan gjatë një viti, val, aja dhave hakun namazit Allahu tanë, kurse pejgamberi Allahu thot, awwalu ma yuhasabu al-abdu bi yawm al-qiyamah as-salat, llogaria e parë që do ta jep biri Ademit ditën e gjykimit është namazi. Namazi, o ti më kams i pejgamberit Allahut, sa testamentin dhe vasijetin e pejgamberit Allahut e përfille, a nuk di që pejgamberi Allahut në çastet e fundit na kujtoi neve, na i la porosit më të shtrenjta duke na thonë, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum, namaz o umet, namaz, thot pejgamberi Allahut, ai që kujdeset për namazin, namazi ti është dritë, namazi ti është argument se ka qenë musliman, ka jetu musliman, dhe namazi ti do t'jetë shpëtim. Ai që nuk kujdeset për namazin, s'ka me pas dritë, as në dunja, as në varë, as në xherat, e rrugën e ti në këtë dunja, e manit shejtani, e kontrollon shejtani, ja ban të zorshëm, të vështirë namazin, pa atë thot pejgamberi Allahut, ai që nuk kujdeset për namazin, s'ka me pas dritë, do t'jetë në varë të errat, i veçmuar, në varrin e ti, s'ka me pas argument që ka qenë musliman, dhe nuk ka shpëtim për ta, do t'jetë me Firaunin, armikun e Musait, do t'jetë me Hamanin, ministrin, në kohën e Musait, dhe do t'jetë me Karunin, ai cili grumbulloj prej pasuris, grumbulloj prej dunjas, e pastaj Allah e fundosi atë dhe pasurin e ti, do t'jetë me Ubej ibn Khalef të katrit, janë jo besimtar, të përhershëm në xhenem, atë që e pengon qeverisja e ti nga namazi do t'jetë me Firaunin, atë që ministria e pengon nga namazi do t'jetë me Hamanin, atë që e pengon pasuria e ti nga namazi do t'jetë me Karunin, atë që biznisi, puna dhe tregtia e ti e pengon nga namazi do t'jetë me Ubej ibn Khalef. Ledhe të ndërshëm, ne manifestojmë vitin e ri, e festojmë vitin e ri duke llogarit vetën tonë, duke i llogarit veprat tona, duke u bë pishman për të në kaluar, duke u përmisu në vitin e ardhshëm, lusim Allahun azza wa jall që Allah ta ban këtë vit të fitores, ta ban vit të falënderimit, vit të përmisimit, vit të faljes. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla është falës, e don faljen, për atë lutë Allahu duke i thonë, o Zot më fal mua, sikur që Allahu mos ta donte faljen, Allahu nuk i kishte bën dashamir të dashurit e ti, që të gabojnë, apo të bojnë gjuna. Ne jemi njerëz që gabojmë, dhe gabimi është për dy urtësi, e para urtësi, a që të ulmi kokën tonë, mos të bëmi krijelar, thot Hasan Basriu, sikur që çdo kush që e flet ta qëllon çdo herë, dhe çdo kush që vepron e qëllon dhe ban mirë çdo herë, tha do t'ishte çmend njeriu prej krijelartësisë. Hasan Basriu thot, sikur se çdo kush që flet çdo herë e qëllon, çdo herë kur vepron e qëllon dhe ban mirë, tha do t'ishte çmend prej krijelartësisë. Allahu azza wa jall krije lart dhe ja uli kokat me mëkate dhe gjunae, e dita urtësi për çka bojmë Allahut në mëkat dhe gjuna. Allahu dëshiron të publikon, të shfaqe faljen e ti, nga se i do në ropët e ti, ka dëshirë që të ndëgjon zonin ton, që të kërkojmë prej Allahut falje, dhe të vendosim që mos të kthejmë asnjëherë në gjuna, të vendosimi që mos të idhrojmë Allahun azza wa jall, si që idhruam në vitin e kaluar,
lusim Allahun azza wa jall që Allah ta ban këtë vit të suksesit, vit të ngadhnjimit, vit të fitoras. Lusim Allahun azza wa jall që Allah të ndihmon vëllezërit tanë që janë sprovuar në vitet e kaluar, të i shëron të smurit e ti, të i shëron të plagasurit e ti, të i pranon shahidët që kanë shku të Allah, dhe Allahu azza wa jall lusim që të i përgdhel zemrat e familjarëve të tyre, që i kanë humbur të dashurit e tyre,